Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, mirë se po takohemi edhe sonte për të folur për të gjitha të reja që kanë karakterizuar vendin ton. Fillimisht do flasim për mbledhjen e qeverisë së mbajtur sot, pra mënyrën se si po shkon mbarvajtje e gjithë kësaj mbledhje. Është dashur të mbahet mbledhja edhe përkundër dorëheqjes së zotrit Kurti Didje, së bashku me të gjithë ministrat, ku mandje atje u morën edhe disa vendime. Për të folur për gjitha këto çështje kemi të ftuar zyrtar nga KDI, avokat dhe analist politik, të cilët do të na njoftojnë më shumë rreth të gjitha zhvillimeve politike në vend. Albin Kurti tha se kërkesa dhe insistimi i partive opozitare për të lënë, siç tha ai, shtëpinë pa zot shtëpie është i pamatur. Kështu deklaroi Kurti një ditë pas mbajtjes së seancës konstituive, ku partitë opozitare kërkuan nga kryeministri në detyrë dhe kabineti qeveritar që të jap dorëheqje formale për të votuar raportin për verifikimin e mandateve të tyre si deputet. Konstituimi i kuvendit dje u pamundësua sepse partitë opozitare PDK, LDK, Lista Serbe dhe ALK nuk votuan për verifikimin e mandateve të tyre si deputet. Në thelb, ata që nuk pranuan që formalisht ta marrin mandatin e deputetit, po kërkojnë nga unë që formalisht të mos jem kryeministër. Qeveria jonë, ky kabinet qeveritar, është në detyrë dhe efektivisht i dorëhequr që nga 23 marsi i këtij viti, kur edhe e kemi përmbushur mandatin e rregullt dhe të plot 4 vjeçar. Më shumë se kaq, nuk është e mundur të jepet dorëheqje. Më shumë se kaq, do të ishte braktisje e institucionit. Do të ishte vakum institucional, pa përgjegjësi politike dhe rrezikim i sigurisë kombëtare. Është kërkesë dhe insistim, e thënë së buti i pamatur, për të lënë shtëpinë pa zot shtëpie. Në adresim për media, Kurti potencoi se mbledhja e sotme e qeverisë është lejuar dhe sipas tij e detyrueshme sipas ligjit. Mbledhja sot dhe ushtrimi i kompetencave të tjera qeveritare janë plotësisht të lejueshme, madje edhe të detyrueshme sipas ligjit. Pra, ne kemi funksione të kufizuara, por asesi nuk mund të ketë ndalim funksionimi. Pra në historikun ton të formimit të institucioneve, kemi shembuj nga e kaluara, kur një qeveri e udhëhequr nga PDK, ndonse me kuvend të shpërndar, një qeveri e udhëhequr nga ALK, ndonse e dorëhequr, dhe një qeveri e udhëhequr nga LDK, ndonse e shpallur si e jashtëligjshme, kanë qëndruar në detyrë deri në formimin e qeverisë së re. Por një qeveri e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje, ndonse ka përmbushur mandatin e saj të rregullt 4 vjeçar, na u dashka të largohet nga zyrat e saj një orë e më parë. Në mbledhjen e sotme të qeverisë është emëruar drejtori i bordit të ndërmarrjeve publike, kompania regionale e ujësillësit Hidrolegioni Jugor në Prizren. Ylbert Elshani do të jetë kryesues, disa anëtar të tjerë Agim Muçaj, Selvete Gjikolli, Sulejman Gashi. Përveç kësaj, kabineti qeveritar ka miratuar huamarrjen në vlerë prej 10 milion euro të ndërmarrjes publike Telekomi i Kosovës. Ministri në detyrë i financave, punëve dhe transfereve, Hekuran Murati, tha se kjo ndërmarrje i kishte vështirësi të shumta për shkak të abuzimit dhe keq menaxhimit nga qeveritë e kaluar. Plani synon jo vetëm zbatimin e obligimeve tona politike dhe institucionale, por edhe ndërtimin e një shoqërie të barabartë dhe të drejtë ku komunitetet rom dhe ashkali nuk trajtohen si kategori të veçanta, por si qytetarë me të drejta të plota dhe të garantuara. Sipas tij, ndonse Telekomi i Kosovës tashmë ka filluar të kthjellët, duke miratuar kredia prej 10 milion euro në mënyrë që të rritet dhe të vazhdojë investimet në të. Deputeti i zgjedhur i vetëvendosjes Hekuran Murati ka komentuar zhvillimet e fundit politike pas dështimit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Ju po besoj gjithë ishit dëshmitar të asaj çfarë ndodhi ditën e djeshme, pra për herë të parë Kuvendi në këtë rast si tërësi, megjithse ne, pra deputetët tanë votuan pra atij raporti, por shumica e deputetëve të Kuvendit votuan kundër. Pra kjo nënkupton refuzim
të pranimit të rezultateve të certifikuara nga KQZ. Se si shkohet tutje, pra mbetet të shihet në vazhdim, po besoj që kryesuesi i seancës deputeti Zotri Dehari ka paralajmëruar që do t'i drejtohet presidencës në lidhje me sqarimet e nevojshme pra se si shkohet tutje. Mirë po mendoj që tashmë jemi në territor të pashkelur, sepse siç u tha, një gjë e tillë nuk ka ndodhur më herët. Pra çka nënkupton kur deputetët, kuvendi votojnë kundër mandateve të tyre. A i bje kjo që ka dështu konstituimi kuvendit dhe nuk mund vazhdohet tutje, pra duhet kemi një proces të rizjedhor. A i bjen kjo që deputetët që kanë votuar kundër tash duhet të tërhiqen dhe të lirojnë vendin për kolegët e tyre brenda subjekteve, apo është ndonjë zgjidhje tjetër, pra kjo mbetet të shihet në vijim. Por gjithsesi, synimi ynë, pra si lëvizjeve të vendosin këtë rast, por edhe si qeveri jemi të përkushtuar që të vazhdojmë, të sigurohemi që vendi ka institucionet e veta dhe sa më parë ketë një rilegjitimim përmes një procesi në kuvend, pra ku do të formohet qeveria re, qeveria Kurti, si fitues të zgjedhjeve. Poshtë Murati është pyetur se me kë do të formohet qeveria re e vendosjes. Që janë procedurat në vijim. Pra fillimisht para se të vijmë tek votimi i qeverisë, kemi këtë çështjen e raportit, pra këtë ngërçin që u krijua dje. Në rast se shkohet tutje, pra mundsohet betimi i deputetëve në suaza, pra në një skenar të tillë kur gjendet një mënyrë se si shkohet tutje dhe mundsohet betimi i deputetëve, fillimisht kemi konstituimin e kuvendit. Pra do të jetë vota për kryetarin e kuvendit dhe për kryesinë në tërësi, pra nën kryetarët. Pastaj kemi mandatimin e kandidatit për kryeministër nga presidentja dhe tek pastaj është afati pra kushtetues 15 ditor që parasheh formimin e qeverisë. Pra tek atëherë mund të flasim për këtë çështje. Ndërkaq votimi i djeshëm çka parasheh ose çka paraqet realisht, paraqet vetëm vullnetin e kuvendit si tërësi, pra të 120 deputetëve se a e pranojnë rezultatin zgjedhor të certifikuar nga KQZ apo jo. Fatkeqësisht dje pam që disponimi ishte që si tërësi kuvendit ta refuzoj një gjë të tillë. Murati ka shtuar se dorëheqja do të ishte efektive nëse certifikimi i zgjedhjeve do të kryhej para datës 23 mars, kur qeverisë i ka mbaruar mandati. Pra dorëheqja si akt është i konsumuar me vetë përfundimin e mandatit me datën 23 mars. Neni 26, të cilit shpeshherë po i referohen disa, do të vlente, do të hynte në funksion vetëm në rastin kur ta zëm zgjedhjet janë marrë me 9 shkurt, KQZ-ja do të ishte më efektive dhe më shpejt në numrimin e votave dhe certifikimi i rezultateve ta zëm do të bëhej me 20 mars. Me datën 20 mars, qeveria ka qenë në mandat të plot, ende pa i skadu mandati, në atë rast do të duhej me dhonë dorëheqje. Por pas datës 23 mars, dorëheqja është e vetë kuptuar, deri në qeverinë Kurti 3 do të ketë qeveri Kurti 2, sepse nuk mund të ketë vakum institucional. Sa i përket pagave, ne pagat po besoj që do të vazhdojmë të marrim si qeveri në detyrë përderisa kryejmë këtë funksion, por gjithsesi mund të shohim edhe praktikat e kaluara, që po besoj reflektojnë të njëjtën. Murati u shpreh se disa prej komuniteteve jo serbe ishin dje jashtë sallës së kuvendit, duke diskutuar për koordinim në mes tyre. Pra nuk ka të bëj me shpërfaqe apo paraqitje të besimit apo mbështetjes. Raporti i Komisionit të Përkohshëm për verifikim korum dhe të mandateve të deputetëve të zgjedhur nuk ka kaluar të martën kur pritet të konstituohet Kuvendi i Kosovës. Kjo u bë për shkak edhe dështimit të seancës konstituive të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe punimet e së cilës u pezulluan. Zyra e rregullorit të energjisë të mërkurën ka aprovuar afatin e tarifave të reja për shtrejtimin e rrymës prej 16.1%. Me 5 vota për dhe asnjë kundër, bordi i ZRE-s e miratoi tarifat e reja për konsumatorët. Në mbledhjen e radhës të ZRE-s është bërë e ditur se konsumatorët do të furnizohen me energji elektrike me tarifat e reja që nga data 1 maj e këtij vitit deri me 31 mars të vitit 2026. E los bordin me shqyrtu dhe miratu tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me drejt furnizimin e shërbimit universal që do të mbulohen nga data 1 maj 2025 me rritje lineare prej 16.1%
për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Kryesuesi i bordit të ZRE-s, Ymer Fejzullahu, tha se konsumatorët shtëpiak ose familjar dhe bizneset e vogla me qarkullim me më pak se 10 milion dhe më pak se 50 punëtor janë dy kategoritë që do të furnizohen me tarifa të reja 16.1% që nga 1 maj i këtij viti. Atëherë konstatoj që me 5 vota për aprovohen tarifat me pakicë për konsumatorët me shërbim universal, siç janë përcaktuar kriteret në legjislacionin primar. Gjithë konsumatorët që kanë të drejtë më furnizu me tarifa me shërbim universal janë konsumatorët shtëpiak ose familjar dhe bizneset e vogla me qarkullim më pak se 10 milion dhe më pak se 50 punëtor. Pra janë këto dy kategori që kanë të drejtë të furnizohen përmes furnizuesit me obligim shërbimit universal KESCO për periudhën tarifore 1 maj deri me 31 mars të vitit të ardhshëm. Në ditën kur zyra e rregullatorit të energjisë mbajti mbledhje për të vendosur për këtë çështje, drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë Kushtrim Ahmeti tha se rritja për çmim të energjisë elektrike në këtë kohë rrezikon vendet e punës. Veç të tjera, ai ngriti shqetësim edhe për procesin e shtrejtimit të energjisë elektrike. Ndikimi në dëshmitar ishte njëra prej arsyeve kryesore, sipas prokurorisë së Hagës, pse ishe prorët e UÇK-s duhet të mbahen në paraburgim. Intervistimi i dëshmitarëve ka përfunduar dhe zyra e prokurorit të specializuar e ka mbyllur çështjen e saj. Megjithatë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimit ju është vazhduar paraburgimi. Qerkini thotë se nëse trupi gjykues në proceset gjyqësore i zbaton drejt qëndrimet e gjykatës evropiane, atëherë masa e paraburgimit duhet të zëvendësohet me ndonjë mas tjetër. Mendoj se tash plotësohen të gjitha kushtet ligjore për zëvendësimin e masës së sigurisë, nga paraburgimi në një masë më të lehtë, mund të jetë arrest shtëpiak, mund të jetë masa paraqitjes në stacion policor, mund të jetë masa e ndalimit për t'u ofruar personave të caktuar, masa këto të cilat janë më të buta se masa paraburgimit. Për aplikimin e tyre tashmë janë plotësuar kushtet ligjore, nga se e vetmja arsye e cila i ka shërbyer trupit gjykues ta vazhdoi paraburgimin ka qenë rreziku i ndikimit në dëshmitar. Duke marrë parasysh faktin se prokuria e ka përfunduar rastin e saj, se nuk ka dëshmitar të prokurisë, mendoj se janë ndryshuar rrethanat, e çdo ndryshim i rrethanave duhet të përcillet me zbutjen e masës së sigurisë, e që në këtë rast po i bie se masa paraburgimit duhet të zëvendësohet me ndonjë masë më të butë, e cila është në funksion të arritjes së qëllimeve procedurale. Edhe monitoruesi i procesit gjyqësor të Hagës, Amer Alia, i konsideron se tashmë janë shuar të gjitha arsyet që të vazhdohet masa e paraburgimit, e sidomos Veselit, Krasniqit dhe Selimit. Në fund të vitit të kaluar u ngrit edhe një akt akuzë ndaj ish-presidentit Thaçi në ndyshimin se pati përpjekje për ndikim në dëshmitar. Alia e konsideron se akuza e re e cila rëndon mbi ish-presidentin Hashim Thaçi e rëndon situatën e tij për të zëvendësuar masa e sigurisë, nga ajo e paraburgimit në ndonjë masë më të lehtë. Pas përfundimit të 15 prillit, sigurisht që jemi në një situatë tjetër të shqyrtimit kryesor, sigurisht që më prokuroria nuk do ta ketë si opsion që në kërkesat për vazhdimin e paraburgimit ta përdor që të dyshuarit në rast se lihen në liri apo i zbutet masa e sigurisë mund të ndikojnë tek provat apo tek dëshmitarët, për arsye se tani më pas përfundimit të këtij afati më nuk do ta ketë këtë arsyetim për vazhdimin e masës. Sigurisht që këtë moment do ta shfrytëzojnë edhe avokatët mbrojtës, sigurisht që do të kërkojnë që masa e sigurisë të zbutet për të paraburgosurit, për arsye se tani 4 vite të njëjtit gjenden në masën e sigurisë. Në të kaluarën gjithmonë të akuzuarit për krimet e luftës apo pjesëtarët e UÇK-s herë janë kërkuar nga organet e ndjekjes, të njëjtit gjithmonë janë përgjigjur pozitivisht
pozitivisht ftesave. Ishe prorët e UÇK-s mbahen në qendrën e paraburgimit në Hag prej nëntorit të vitit 2020. Prokuroria i akuzoi ata për krime të pretenduara të luftës, për çka secili prej tyre është deklaruar i pafajshëm në fillim të procesit gjyqësor në vitin 2023. Avukati kryesor i tha që se me 2 prill ishe prorët e UÇK-s janë mbajtur në paraburgim për një kohë jashtëzakonisht të gjatë. Për të folur në lidhje me të gjithë seancën që ndodhi dje, po ashtu edhe me mbledhjen e qeverisë të mbajtur sot, të ftuar kam Vullnet Bugaçku nga KDI, i cili do të na flasë më shumë rreth pikpamjes së tyre për këto çështje mjaft të rëndësishme. Vullnet, faleminderit shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodes. Përshëndetje për ju dhe për shikuesit e televizionit tuaj. Vullnet, e kishim nisë fillimisht me mbledhjen që qeveria po e mbajti sot. Si të duk e gjithë kjo mbledhje, duke ditur se dje kryeministri dha dorëheqje, ndërkaq që sot po vazhdon me mbledhje të ministrave? Absolutisht është një veprim i paprecedent në kuptimin edhe politik edhe juridik për mendimin tim. Nuk ka sens që t'japësh dorëheqje, sepse dorëheqjet kurdo që jipen në mënyrë publike edhe kurdo që prezantohen qoftë para mediave, qoftë edhe para autoriteteve kompetente, ato kanë efekt menjëhershëm dhe nga i moment pra nuk jemi në momentin që jam dorëheqje nuk jemi kryeministër, dhe për këtë arsye nuk i kuptoj sjelljet e tilla se si ky kabinet qeveritar vazhdon të sillet sikurse është në mandat të rregullt të punës, sikurse nuk ka asnjë kufizim ligjor ose sikurse nuk ka asnjë kufizim kushtetues, e për më tepër ne ishim dje në një seancë konstitutive ku pritej edhe të zgjedhej edhe kryetari dhe nënkryetarët e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Praktikisht pra është një situatë të themi ashtu e pakuptueshme dhe absurde për faktin që në gjitha praktikat të ndryshme parlamentare, qoftë në Evropë, por qoftë edhe në botë, unë mendoj në sistemin demokratike, në kësi fazë kur veç fillon mbledhja ose të themi ashtu konstituimi i parlamentit, atëherë qeveritë që janë në detyrë ose në dorëheqje ose qeveritë që ishin me mandat të skaduar nuk bëjnë asnjë veprim dhe nuk marrin ose nuk takojnë apo nuk mbledhen në kabinetet e tyre qeveritare për të miratuar rend të ditës disa pika ose disa çështje që edhe ligjërisht edhe kushtetueshmërisht nuk do duhej në këtë fazë të ecë një tutje. E çfarë masa mundën më mirë Vullnet për këtë çështje? Që kjo është e keqja që nuk ka masa ose nuk ka ndonjë saksion që mund të ndërmerret në këtë fazë. Për mendimin tim, të gjitha vendimet që bien ndesh me një introdukim të ligjit për qeverinë, pra të gjitha ato kategori të vendimeve të cilat bien ndesh me këtë nën, herë të gur do duhet kontestoheshin gjykatë kushtetuese dhe të anuloheshin tërësi për faktin sepse janë ndërmarrë jashtë fushëmbrimit të ligjit për qeverinë dhe unë besoj që këto janë vendime edhe antikushtetuese madje dhe për këtë arsye do duhet që dikush të kontestonte ato vendime, qoftë avokati i popullit, qoftë presidentja apo në këtë rast nuk kemi parlament, kështu që ju mbetet vetëm këtyre dy autoriteteve që ti kontestojnë, të themi ashtu, vendimin dhe fjalë. Megjithatë jemi këtu ku jemi në kësaj lloj situate dhe unë theksoj që neve se jemi në një krizë kështu politike dhe uroj dhe shpresoj që në ditët të jemi të qartësohet gjithçka dhe të vazhdojmë me thevelimin e kuvendit së dhe pastaj me të procedurat të zgjedhjes së qeverisë. Vullnet, unë kam pasur disa reagime tyje sa përket dorëzimit të vonshëm pra të dorëheqjes së kryeministrit. Nuk u tha faktikisht se edhe për ministrat, veç se u tha që përfshihen në atë letër dorëheqje të kryeministrit edhe ministrat. Pra, qysh është e drejtë që ai me jep dorëheqje në vend të ministrave kur ata është dashur ta bëjmë individualisht këtë procedurë? Problemi është që ky ligj për qeverinë që këta kanë miratuar vetë, edhe kanë shkruar dhe kanë hartuar vetë, pra qeveria në vitin 2022, dhe është miratuar me shumicë të votave nga po kjo qeveri, ka kjo majorancë që është udhëhequr nga kjo parti politike. Në nenin 26 thotë qartë që antari i qeverisë, nuk thotë që një antar i qeverisë jep dorëheqje për gjithë antarët e tjerë. Ajo që po interpretohet, unë mendoj që ka interpretohet gabimisht në kuptimin e logjikës së normës juridike të asaj që nëse kryeministri shkarkohet, atëherë të konsiderohet që e tërë qeveria bie. Pra është situatën ku kuvendi me mocion të mosbesimit e shkarkon qeverinë, e shkarkon kryeministrin ose e fton në mosbesim dhe e voton të themi ashtu pro shkarkimit të tij, dhe në këtë rast i konsiderohet që qeveria bie në tërësi. Edhe në rastin ku kryeministri jep dorëheqje,
mandati i qeverisë ose qeveria si organ konsiderohet që bie në tërësi, mirë po në kësi raste, pra kur jemi të çështja e konfliktit të interesit mes pozitës së antarit dhe të antarit të qeverisë dhe antarit të kuvendit, duhet që në mënyrë individuale, secili antar i qeverisë, si kryeministri ashtu edhe antarët e kabinetit, që t'ia paraqesin kuvendit, të themi ashtu sekretarisë së kuvendit, dorëheqjet e tyre me shkrim dhe dorëheqjet të jenë të qarta, të jenë mjaftueshëm të qarta dhe në përputhje me ligjin për qeverinë e Republikës së Kosovës. Kjo nuk ka ndodhur dje, ajo letra që është dërguar nga ana e kryeministit Kurti, nuk duket që i ka tiparet e një letre të dorëheqje, duket më shumë që i ka tiparet e një njoftimi për ish-kryetarin e kuvendit, dhe unë besoj që edhe adresa ku është dërguar pra te ish-kryetari i kuvendit Klausa ka qenë e gabueshme, sepse nuk është autoritet më tashmë kompetent kryetari i kuvendit që të shqyrtoj ato dorëheqje, ose ish-kryetari i kuvendit, dhe rrjedhimisht nuk e kuptoj këtë situatë sepse ndodhin veprimet e tilla, tashmë mund të konkludojmë që ose janë për shkak të paaftësisë dhe mënyrës së veprimit, ose janë të qëllimshme në atë mënyrë që të krijohet sa më shumë kompozitet, sa më shumë një farë të themi ashtu tensioni edhe një farë si ambullit politike në vend që me humb kohë me zarit kohë derisa të sigurohen që i kanë numrat e mjaftueshëm për të vazhduar me zgjedhjen e kryetarit dhe zgjedhjen e qeverisë së Republikës së Kosovës. Pra vëllait, thua se gjitha kjo po bëhet për të zvarritur gjithë procesin për shkak të mos pasjes numrave, pasi u pa që vetëm 52 veta votuan për. Pra është një numër i pamjaftueshëm për kalim të gjitha procedurave të djeshme. Ishte edhe një dëshmi, të themi ashtu, ishte një seancë që dëshmoi mjaftueshëm se i ka apo jo grupi më i madh parlamentar, në këtë rast partia fituese e zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje, i ka apo jo të garantuara 61 vota për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe për të hyrë pastaj në procedurat e zgjedhjes së qeverisë. Dhe unë mendoj që vota që dje e prezantuar gjatë votimit të raportit të Komisionit për mandate, gjithsej ishte 52 pra atij raporti dëshmoi qartë që ka mungesë të numrave dhe ka mungesë të marrëveshjeve të sigurta politike me aktorët përkatës të partive parlamentare dhe si rrjedhoi erdhëm në një pozicion ku u dëshmua në mënyrë edhe faktike fuqia politike në parlament e grupit më të madh parlamentar. Sepse unë besoj që po t'i kishin ta numrat e siguruar, numrat e mjaftueshëm, nuk do të ndaleshin dhe raporti do të kalonte me 61 vota dhe ne do të ishim në një fazë tjetër, pra të dhënies së betimit të deputetëve dhe të zgjedhjes së kryetarit. Megjithatë, pa mundësi që të siguronin numrat dhe të kishin siguri që ato numra ekzistojnë, më mendoj që partia fituese e zgjedhjeve qëllimshëm po i zvarrit këto procedura dhe qëllimshëm po krijon situata ose të themi ashtu manovrime politike në atë mënyrë që vetëm të përfitoj vetëm kohë. Vullnete, i pam edhe deklarimet të opozitës, më fal, sa i përket qëndrimeve të tyre për mos votimin e kryeparlamentarit edhe qeverisë, pse e gjithë kjo kryemkulje që mos shkojnë këto procese deri në fund? A kanë të drejtë vetëm për faktin, për arsyetimet që ata i dhanë sa i përket dorëheqjes së kryeministrit, apo po ju favorizon edhe atyne kjo çështje e zvarritjes? Nuk e di politikisht ata si e kanë trajtuar këtë çështje, mbasi edhe ata mund të kalkulojnë dhe të mendojnë që të humbin ata kohë dhe të gjejnë një gjuhë përbashkët mes tri partive parlamentare në opozitë. Ti themi që janë në opozitë, sepse ende nuk e dim ato të jenë në opozitë, por megjithatë juridikisht mund të them që kërkesa e tyre që mos votohet raporti i Komisionit për mandate për shkak të konfliktit të interesit të disa deputetëve të grupit më të madh parlamentar është kërkesë që ligjërisht është e drejtë dhe është e qëndrueshme dhe ka bazë. Megjithatë, edhe sikur të kalonte kjo pikë randi të ditës, edhe sikur të zgjedhej kryetari dhe nënkryetarit, unë besoj që për këtë arsye do të mund që të kontestojë gjithë procedura e konstituimit të kuvendit pastaj në gjykatë kushtetuese për faktin që kishin pasur argument të themi ashtu që disa deputet nuk kanë qenë me mandat të vlefshëm, kuptimin e asaj që njëkohësisht kanë ushtruar edhe funksionin e antarit të qeverisë edhe kanë ushtruar edhe funksionin e deputetit të Kuvendit të Kosovës. Për hir publikut po e sqaroj, Kushtetuta e Kosovës thotë që mandati i deputetit fillon në ditën e certifikimit të zgjedhjeve dhe ne jemi pra tani ishim dëshmitar të një situate kur disa ministra, edhe pse ju ka filluar mandati në ditën e certifikimit të zgjedhjeve, njëkohësisht e kanë ushtruar edhe të themi ashtu edhe pozitën e antarit të qeverisë, pavarësisht nëse kanë qenë qeveri me mandat të skatuar, pavarësisht nëse kanë qenë qeveri me mandat me detyrë apo me dorëheqje. Ata do duhet të japin dorëheqjen 24 orë
para ditës së certifikimit të zgjedhjeve. Vullnet, edhe një çështje që ka të bëjë me minoritetet, apo ju jepet hapësirë e mjaftueshme minoriteteve për vendosjen e fatit të qeverisë së vendit edhe përkundër kërkesave që ishe nga Duda Balaj për formimin e një komune bosnjake, pra. A duhet mirën përballë të gjitha kërkesat që edhe kriteret që kanë komunitetet nga ana e Zotit Kurtit, të gjithsesi që ta formoj qeverinë pa opozitën? Po me qenë se partia fituese e zgjedhjeve nuk ka arritur që të krijojë një marrëveshje të gjerë politike ose të thënë ashtu një marrëveshje të madhe politike me ndonjë subjekt tjetër të madh shqiptar, qoftë PDK apo LDK, atëherë në pamundësitë e saj, duket që partitë e komuniteteve jo serbe kanë filluar që të japin ose të shfaqin kushte dhe kritere të larta për Zotin Kurti, dhe unë besoj që këto edhe janë arsye sepse të njëjtat ende se kanë siguruar ose se kanë garantuar votën e plot për qeverinë Kurti 3, dhe unë betoj që kjo ju takon partisë fituese të zgjedhjeve dhe këtyre partive të komuniteteve jo shumicë të gjejnë një gjuhë të bashkët dhe të arrijnë një kompromis në atë mënyrë që nëse kanë pas një kompromis sa i përket realizimit të kërkesave të tyre, po tashmë sa i përket çështës së një kërkese që ka të bëjë me themelimin e një komune atje të komunitetit bosnjak, ndoshta është kërkesë shumë e lartë për faktin që nuk është as momenti dhe as faza që në këtë mënyrë të bllokohet formimi i institucioneve të Kosovës ose të themi ashtu të kushtohet vota në formimin e institucioneve të Kosovës me faktin që dikush kërkon që të japet një komunë, por megjithatë këto janë kërkesa politike, janë legjitime për mendimin tim dhe nuk ka asnjë problem që secili komunitet mundohet të përpiqet që të mbrojë interesat e veta në mënyrë maksimale. Zotëri Dahari dje tha se do t'i drejtohet presidentës që të marrë vendim sa i përket vazhdimit të seancës apo mënyrës se si do të mbahet seanca, ndërka që sot pritej sipas tij që të dërgoj hapat e metueshje të çmë të presidentja. A është kjo mënyra e duhur se si po e bën Dehari, apo ishte vetëm nga mosdia se presidentja të mos përfshihet në këtë seancë? E para, presidentja nuk duhet përfshihet në këtë çështje, nuk ka pse të përfshihet. Presidentja e ka kryer rolin e saj, e ka caktuar datën e kushtetimit të Kuvendit të Kosovës. E dyta, zotëri Dehari si kryesues tashmë i seancës së Kuvendit duhet që të sillen në përputhje me rregulloren e punës së Kuvendit të Kosovës dhe ta zbatojnë në përkrahësi atë rregullore. Nuk ka asnjë paqartësi sa i përket procesit të vazhdimit të seancës së ndërprerë ditën e djeshme. I njëjti vetëm se duhet t'i dërgojë ftesat, të obligojë sekretarinë e Kuvendit që t'i dërgojë ftesat tek deputetët e gjitha partive parlamentare dhe që të paraqiten në seancën e cila më së largu do të mbahet ditën e nesërme. Nuk e kuptoj as qëllimin dhe as kuptimin dhe as arsyeën se pse i drejtohet presidentes për ta pyetur nëse mund të mbahet seanca apo nuk mund të mbahet seanca tash tutje apo si duhet veprohet në situatën kur nuk ka kaluar raporti i komisionit për verifikimin të mandateve. Unë më shumë edhe këtë sjellje të tij, po e shoh si një sjellje të dirigjuar nga partia e tij politike, për të humbur edhe pak kohë dhe për të pritur mos eventualisht brenda këtyre ditëve mos po arrihen ndonjë marrëveshje ose ndonjë garancion i ndonjë partie parlamentare për të siguruar votat lëvizjes vendosje për të zgjedhur kryetarin sipari dhe styti i qeverinë e Republikës Kosovës. Mirë po, kjo seancë nuk u përmbyll, pavarësisht do të shkohet në pushim, pra pushimi mund të zgjat deri në 48 orë, pra a mund të zvarritet edhe më shumë kjo çështja e seancës apo legjitimisht duhet vetëm 48 orë që gjithsesi të jenë prezant në sallën e Kuvendit, të gjithë deputetët? Duhet të kemi seancë çdo 48 orë në momentin kur kemi ndërprerje, por edhe këtu nuk kemi ndonjë saksion çka nëse nuk thirret nesër seanca. Çka nëse nuk shkoj në seancën përcaktuar sipas rregullores edhe sipas afatit kohor të përcaktuar në rregullore. Ju takon se sa janë të përgjithshëm këta deputet dhe këta zyrtar që kanë për detyrë me administru seancën e Kuvendit, dhe unë besoj që të njëjtin nuk duhet ta shkelin në rregullore dhe duhet ta zbatojnë atë ashtu siç kërkohet dhe seanca duhet të caktohet, mirë po mbetet për të parë sot ose nesër nëse një sjellje apo një veprim i tillë do të ndodhë. Vullnet, falenderoj shumë që gjete kohë që përsëritje shtëpisë e Infodesat në ndash të gjitha këto informacione mjaft të rëndësishme sa i përket Kuvendit të Kosovës. Ishte kënaqësi.
Kthehemi në studio për të diskutuar në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me Kuvendin e Kosovës, pra dje seanca e cila u mbajt për të folur për këto çështje. Kam të ftuar zotëri Shemsi Ashari, analist politik, i cili do të na njoftoj më shumë nga ana politike, po ashtu edhe Arton Dreca, i faleminderit shumë që erdhët në Info-Day. E në anën tjetër e ka Muhamet Mujan, avokati, i cili do të na njoftoj nga ana ligjore për të gjitha procedurat që shkuan në Kuvendin e Kosovës. Dhe këshëm njësë me juve, zotëri Ashari, si e keni pa ju gjithë atë se çka ndodhi në Kuvendin e Kosovës? A i ka vetëvendosje votat për formimin e qeverisë, pasi u panë që vetëm 52 prej tyre e votuan? Po e çka po ndje në Kuvend, më spaku të duhet të shinim ne si qytetar, një proces zgjedhor i kaluar nga ona e qytetarëve për mrekulli, dita ndoshta më e qetë e vitit, pas një incident, pas një telash, ku qytetare ju drejtu kutive të votimit, kryti obligimin e vetë. Po, që ka ndodhi me tutje në procesin e numrimit votave nga ona e KQZ-s, keni një zvarritje, keni një tendencë, se pat shenja gjatë procesit se ka një vullnet, ose një dëshirë të një subjekti politik për ta vazhgitur procesin deri te certifikimi i zgjedhjeve, pastaj e njëjta po vazhdon me ngjajt edhe me themelimin e institucioneve tash Kuvendit, kryetarët nën kryetarëve, të trupave të Kuvendit. Do të thonë arsyeja pse dje nuk u konstituu Kuvendi, unë mendoj që është arsye kryekpo të mungesës së numrave edhe për mos të hyrë në një afat kushtetues ku ora e demokracisë, nëse mund ta quaj kështu, ku duhet të paraqitet përbërja e qeverisë nga mandatari në këtë rast fituesi i zgjedhjeve, u gjet një metodë për ta bllokuar procesin qysh në start, domethënë ende para dhënies betimit nga ona e deputetëve, do të thonë Komisioni për verifikimin e mandateve, si kërkesë që mendoj është legjitime, duhet të sigurohet që anëtarët e ekzekutivit në këtë rast, prej kryeministrit e deri te ministrat, që i kanë marrë mandat deputeti, dhe duhet të sillen një dëshmi që kanë hequr dorë nga pjesa ekzekutive me qëllim që të jenë brenda rregullave që nuk mund të jesh edhe në ekzekutiv edhe në legjislativ në të njëjtin kohë si i plotfuqishëm. Do të thonë mungesa e dorëzimit të dorëheqjeve si dëshmi pranë Komisionit për verifikimin e mandateve se kanë dhënë dorëheqje e kjo nuk i ndalon ta ushtrojnë detyrën ministritë saktuar, ata kanë zavansa që do të mund të ngarkohen me punë derisa po flasim për një proces që mund zgjas në kushte normale brenda javës të kemi qeverinë tjetër të mandatuar, po u gjet si pretekst për ta bllokuar procesin ato. Pse mendoj që është arsyeja vetëm mungesa e numrave është ata deputet që ishin 52 nëse nuk gaboj që votuan për raportin e Komisionit për verifikim të mandateve, e që ishte një tregues që në këtë rast lëvizja vetëvendosje me partnerët e vet nuk ka arritur të sigurojë numrat e mjaftueshëm për të ecur tutje, për të zgjedhur organet e Kuvendit dhe rrjedhimisht për të provuar ta bëjë edhe qeverinë. Për më keq një figurë që doli nga kjo seancë, salla e Kuvendit ngjante në një sallë ankondi ku çmimi më i madh fiton. I pa me SMS-at që mediat i zbulun komunikimet mes deputetëve, që ky e pranon këtë pozitë, ai se pranon këtë pozitë, ai kërkon këta, ai kërkon këta. Një palloj pazare. Që është kryekput pazare, që nuk do duhej që vullneti qytetar të vendosej në pazar. E dim që marrëveshjet politike ato quhen me emra pak në shtamat moderum, marrëveshje kështu ashtu, ka lloj pazare edhe ato kur ndahen postet, po bashkë deri në atë nivel nuk është që deri me tani për se konstituohen institucionet nuk kemi parë në mas në i procesi zgjedhor që ka ndodhur diçka e tillë, ndonse vazhdimisht e kemi pa që janë të domosdoshme dhe ka pas marrëveshje mes partnerëve, janë nda pozitat, janë nda gjithçka, po të paktën jo në publik, jo në këtë formë që i patje. Me një fjalë nuk janë të interesuar të konstituojnë organet e Kuvendit edhe të ecin tutje me zgjedhjen e qeverisë dhe qëllimisht po zvarritet procesi që është shumë pa nevojë. Zotin Dreca, juve si e keni pa gjithë këtë proces që ndodhi dje? Realisht unë kam prit që të paktën të konstituohet Kuvendi, pastaj kjo pjesa të hapet rruga të kështu aspektit procesit ligjor që vazhdohet me tutje. Duke bazuar mbi kurnizën ligjore që ne kemi në fuqi,
normalisht i takon partisë fituese që të jap propozimin emrin për kryetarin e kuvendit, të konstituohet kryesia, anëtarët e kryesisë së kuvendit, kryetarët e grupeve parlamentare dhe gjitha këto. Por që dje e kemi qenë para situatës që në start pothuajse ka dështuar gjithçka. Tani jemi në situatën që brenda 48 orëve duhet akoma jemi në pikën zero. Unë kam pa një papjekuri politike të gjitha partive politike, pa përjashtim. Sepse ne nuk guxojmë në asnjë moment të lëmë shtetin pa institucione. Të mira të këqija ato duhet të krijohet që të hapet rruga. Pastaj jemi në situatën ku nëse nuk arrit të formohet qeveria, natyrisht që zgjedhja më e mirë do të ishte që të shkohet sërish në zgjedhje. Dhe jemi në situatën ku vërtet kemi një vakum, mungesë të krijimit të institucioneve, mungesë të hapit të parë që ka quhet demokratike dhe zhvillimi i vendit, dhe në një situatë ku realisht pjesën e kornizës ligjore nëse i referohemi ka shumë hapësirë për interpretime çfarë do lloj forme të qoftë ajo, sepse lën mundësi se cili interpretim mund të jetë i saktë. Arsyeja pse nuk vazhdoi procesi matutje ishte pikërisht nga arsyeja që nuk janë dorëzuar dorëheqjet ashtu siç e parashef ligji. Mirë po, këtu e kemi atë pjesën tjetër që ka ndodhur nëse dorëzohen dorëheqjet. Po supozojmë dikasteret mund të qeverisen nga Zavenca, apo mund të caktohet dikush i përkohshëm. Mirë, po në termin tjetër, nëse dikush jep dorëheqje, jo domosdoshmërisht, patjetër duhet largohet nga zyra. Sepse duhet zavencohet, ose nëse s'mund të zavencohet, mund të vazhdoj punën në aspektin administrativ, por jo të ketë fuqinë ligjore që të nxjerr vendime, të cilat mund të ketë ndonjë qoftë në aspektin ligjor, çfarë do lloj vendimi të merr. Andaj, qeveria është pikrisht për të qeverisur me vendin. Dhe jemi në situatën ku nuk kemi tani, kemi një qeveri në dorëheqje, nëse mund ta quaj kështu, dhe kemi një kuvend i cili realisht nuk ekziston vetëm godina institucioni, por nuk kemi kuvend. Sepse s'kemi arrit hala hapin e parë për me bërë. Dhe kjo është shqetësuese. Pavarësisht nga cila do parti qoftë ajo, unë shoh shqetësuese edhe nga partia fituese, e cila nuk ka pas qasje serioze për krijimin e institucioneve, por edhe nga ana tjetër edhe parti tjera opozitare, të cilat fare janë të interesuar. Dhe kjo e çon një mesazh te unë si votues që vërtet mendoj mirë nëse zgjedhjet e ardhshme kuj dhe si do të votoj. Sepse po degradohet vota e qytetarit. Deshtem apo s'deshtem, është çështje tjetër, më pëlqen mu partia që ka fituar shumë, apo s'm pëlqen shumicën. Ka obligim ligjor që të filloj procesin. Nëse nuk mund të zgjedh qeverinë, atëherë natyrisht se ligji jep mundësi që të hap rrugë dikujt tjetër. Dhe këto janë përcaktuar me hapa ligjor. Kjo loja politike është vërtet është për mua e papranueshme dhe në vend se të na çojë para në aspektin e zhvillimit të demokracisë, ne realisht jemi kthyr prapa në një periudhë që unë s'mund të gjej ndonjë krahasim, sepse në kalume nuk kemi pas situata të tilla. Dhe jemi në situatë ku nëse brenda 48 orëve nuk mlidhet sërish kuvendi, dhe nëse brenda kësaj periudhe nuk arrihet që të kaloj fillimisht hapat e parë, atëherë vërtet jemi në një gjendje shumë kaotike. Nga ana ligjore, zoti Muja, si e keni pa ju gjithë këtë procesin? Mënyra fillimisht jepjes së dorëheqjes së kryeministit, e ndërkaq sot që ka mbajtur mbledhjen e qeverisë me po këta ministrat që u tha që kanë jepur dorëheqje. Edhe pse po bëjmë vite që ne kemi kriju institucione, jam shtet i pavarur edhe kemi bazën ligjore të qartë. Këto mjegullit krijuara prej partive politike janë shumë të rrezikshme për shkakun se po krijojnë vakuum edhe institucional, po edhe një situatë
pa rrugdalje. Ligjerisht, gjitha ta deputet, cilët e kanë fitu mandatën si deputet, ishtë dasht i obligon legjislacioni që një ditë para certifikimit të zgjedhjeve t'japin ndërheqje. Kjo është hapi i parë, cilën nuk e kanë bërë deputet. Deputet që kanë pas pozita qeveritare. Konsideroj se ndërheqja e kryeministit mund ditën e tentimit për me konstituu kuvendin është edhe antiligjore, po dhe nuk përkon me procedurat ligjore cilat i kërkon legjislacioni jonë. Kryeministri bashkë me këta ata ministrat cilët kanë fitu mandatin e deputetit është dasht të japin ndërheqje, qysh ma heret. Edhe veç e veç, apo kolektive ashtu si që? Po, edhe kolektive dhe veç e veç, ato është e precizume shumë sakt të Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si është procedura. Po kjo që është kriju, si konsideroj që është kriju qëllimisht, edhe dikujt është duke i shku për shtati. Ne po shohim në kuvendin e Kosovës gjanat cilat nuk do të mi pa. Për shembull ato mesazhet që 4 deputet Liste Serbe do të votojnë qeverin e kryeministrit, e partisë që ka fitu zgjedhjet, ose vendosja flamujve kombëtar. Ka kalu për koha që me nshit qytetarëve patriotizëm. Me çfarë arsye del atje edhe vendos një flamur kombëtar, cili është qëllimi? Unë e konsideroj që është qëllimi vetëm i propagandës, se qytetarët peshohen si veprim, edhe jo shqyqon nëse që me flamur kombëtar. Ne i kërkon vota për Liste Serbe. Qytetarët do të me kuptu. Edhe këta që janë edhe pozitë edhe opozitë, si kanë obligime, nëse kanë fitu mandatin e deputetit, kanë obligime ligjore të konstituimit të kuvendit. Nuk lejohet në këtë formë mi bloku proceset, për shkakun se as legjislacioni se lejon. Mirë po, është absurde që në njërën anë jep dorëheqje si kryeministër, në anën tjetër shkon atje në kabinet qeveritar dhe merr vendime cilat nuk lejohen me legjislacion. Ligji mbi qeverinë është shumë i qartë. A mund të ketë pasoja në rast se vendos për me marrë ligje? O vetë fakti, edhe pse gjitha ato, nëse vjen dikush në pushtet, gjitha ato vendime do të anulohen për shkakun se janë vendime të kundërlidhshme. Nuk mundet një qeveri ose një kryeministër në detyrë të shkon atje në zyre pas dhënies dorëheqjes edhe të marrë vendime të reja. Ose si ministri atje i financave dhe ai merr vendime të veçanta që nuk është praktik edhe nuk e lejon legjislacioni jonë. Kështu që nuk janë të rastësishme ose konsideroj që partia në pushtet nuk e njeh legjislacionin tonë, edhe kjo është dëshmu edhe me shkeljet kushtetuese që kanë pasur ndër vite, këto vite në pushtet, po dhe vetë fakti që ata nuk e kanë dorëzuar mandatin e qeverisë ose mandatin e ministrit, mandatin e kryeministrit, tregon se ka një papjekuri juridike mesin e tyre. Nuk lejohet si personalitet që ke marrë barë edhe përgjegjësi ligjore e kushtetuese, e juridike, e publike, të vendosësh ashtu që është dënë ti, kur legjislacioni është i qartë se çka do të me vepru. Është qeveri që ka mas shumë të shkelje kushtetuese. Për shkakun se unë e them, për shkakun se nuk e njohin, unë ma shumë... Nuk e njohin kuptimin që s'dojnë me njofta, që që nuk e njohin, unë besoj që nuk e njohin legjislacionin sa duhet, edhe nuk e njohin bazën ligjore që ne kemi ndërtu. Politikisht nuk duan të jenë korrekt, nuk është... Dojnë me kriju por nuk i ekspertizë ligjore, e kontrakton ekspertizën ligjore. Me plot kuptimin e fjalës, unë muj them se kjo qeveri që ka qenë. Bashkë me këtë kryeministër këta një lloj anarkia, si me qenë anarkist. Nuk lejohet zotni me vendos ashtu qysh dënë. Kur ju e përfaqësoni një popull në aspektin ekzekutiv. Kushtetuta jonë, edhe komplet ligjet që i rregullojnë çështjet e mandateve, edhe qeverisë, edhe të kuvendit, edhe atje gjyqësorit, është e qartë, është ndarje e pushteteve. Na kemi një demokraci, kemi konsoliduar një shtet demokratik. Nuk mundesh me ndërhy atje tash
e kanë funksionin e ministrit ose kryeministrit, po dalë atje në kuvend kur këto gjana janë të prejme dhe të precizume sakt. Çështja është se tash e kemi ligjin e ri, prandaj ka shkaktu këtë Po këta e kanë nxjerr vetë këta. Po në rregull, problemi është part këta me zbat. Problemi është që kemi ligjin e ri. Ma herët qeveria në largim ose qeveria në dorëheqje ka vazhdu mandatin e vetë deri se kur është zgjedh qeveria e re, kur është votu qeveria e re. Tani jemi në situatën ku para se të zgjidhet në momentin e konstituimit kuvendit duhet japin dorëheqje. Ky është problemi, ky është ngërçi ligjor i cili ka shkaktu problemin automatikisht politik. Dhe jemi në situatën ku për shkak të këtij ligji të mos menduar mirë, sepse nuk është parashikuar se një situatë e tillë mund të vijë, dhe jemi në situatën ku jemi. A janë vetëvendosja është naiv sa që mos me ditë punën e gjithë këtij ligjit edhe procedurat e gjithë ligjit? Unë nuk besoj që janë naiv, mirë, po unë besoj që ata duan të luajnë çdo kartë politike dhe realisht synimi se cilës parti është që të marrë sa më shumë kur vinë pushtet. Dhe kjo është karta politike që këta duan. Faktikisht është kthyer në të kundërtën, sepse nëse e humbin shansit, sepse nuk vazhdoj përjetësisht kjo, brenda 28 orëve sërish do duhet të mblidhet kuvendi, dhe brenda këtyre 28 orëve partia fituese e ka për obligim dhe detyrim që të sigurojë numrat. Dhe në rast tillë, nëse jo, atëherë jemi prapë në një situatë ku nuk e kemi të përcaktuar me mënyrën se kush duhet tani të sigurojë numrat. Jemi atëherë vim në situatën ku presidentja do duhet i thret, nuk arritet të sigurosh numrat, urno sipas kushtetutës, kush i ofron. Nëse asnjë subjekt politik apo koalicion politik nuk i ofron këto numra, atëherë jemi në një situatë shumë kaotike, sepse s'kemi konstituim kuvendit. Nuk mund të shkomi në zgjedhje pa u konstituar kuvendi, prapë se prapë. Sepse duhet konstituohet kuvendi, shpallin të dorëzohen mandatet e gjithë deputetëve dhe fillon caktohet data zgjedhjeve. Është një situatë shumë kaotike ku po luhet me kartën e fundit dhe kartën më të rrezikshme. Dhe kjo mund të shkaktojë destabilitet, po marr parasysh faktin që gjendjen politike që është në rajon dhe në botë, kërcënimet që mund të vinë, qoftë brenda për brenda, qoftë nga jashtë, mund të destabilizoj vendin. Tashi, është qëllimi i partive politike, cila do qoftë ajo, që të kemi një situatë destabilizuese dhe mundohet të përfitohet në destabilizimin e vendit për të vazhduar tutje politikisht, nuk e di. Por ligjërisht kjo duhet të përfundojë një herë për gjithmonë dhe ligjërisht duhet mendohet që ky ligj duhet atë pjesën ku cilën përvojën praktike që po zbatueshmërinë e këtij ligji po e shohim se ka ngërçe dhe ka hapësira të interpretimit, ne nuk kemi kohë që të shkojmë gjykatën kushtetuese, se gjykata kushtetuese s'ka të bëjë fare me këtë çështje, e ka dhënë një mendim gjykata kushtetuese si duhet të konstituohen institucionet, si duhet krijohet kuvendi, kush duhet si duhet vazhdojë procesi dhe kaq. Procedura shumë e qartë. Qëllimi po duket shumë i qartë. Zoti Kurti është interesuar të krijojë bllokadë edhe të mos lejojë ndërtimin e institucioneve të zhagit në maksimum. Çka i ka vënë zoti Kurti të kjo bllokadë përveç votave që ndoshta si ka? Një diçka që duket se është interes politik i zotit Kurti është tentoj të shtyjë zgjedhjet deri në konstituimin e institucioneve deri me zgjedhjet lokale. Në mënyrë që të shkohet në zgjedhje bashkë me zgjedhjet lokale edhe nacionale që autoritetin e vetë këtyre votave 40% saj mur të bartë edhe për nivelin lokal me tendencën që në nivelin komunal të merr vota më shumë. Kjo nëse i sheh fatet kushtetuese është bukur shumë e pamundur. Por nëse e shohim ngërçi ku është kriju dje në kuvend, është qëllimisht i zgjedhën për të mos fillu afati ligjor kushtetues që i konsumon kohën e nevojshme për të propozuar qeverinë. Dhe thot, pa dhënë betimin, deputetët nuk mund të jenë aktiv si deputet. Mund të ashtrojnë.
pa dhënë betimin, nuk mund bëhen bashkë ta dërgojnë Landën në gjykatën kushtetuese për një interpretim se si duhet veprohet tutje për faktin që jemi në çdo situatë që jemi. A i rshiti opozitës kjo çështja e gjykatës kushtetuese prej dorës? Jo, unë mendoj që pavarësisht që tash e kemi pa deklarimet e zotit Kurti që opozita ka faj, lista srpske gjithçka dën me lidh me listën srpska, edhe sa herë që atina i kanë dalë komunikimet me listën srpë, bashkëpunimin më të mirë që ka pas kjo qeveri. E kemi me zë figurë. Shefi e grupit parlamentar koordinohet me krykriminalin që ka sulmu, ka sulm terrorist që ka pri në Kosovë, edhe del sot ta qëtë flamurin ku që zi për para, edhe shitet patriotik. Më thonë, e she mesazhet që dalin. Dhe thot, po, e kemi nga 4 deputet listës sërbe që mujnë më na votu, edhe del Donika Gërvala në mbrëmje dhe thot që është një rrezik i madh që po dojnë më na votu për më na diskreditu. Dhe thot, kjo nuk ka ndodhur në sferën politike, është banalitet. Vetëm një detaj për shembull i atij manifestimit patriotik në kuvend me flamurin kombëtar, e kam kontestuar disa herë, po potencoj edhe në këtë emision, është qeveria Kurti. Është kjo qeveri që vetëm marrëveshje që ka pas me Republikën e Shqipërisë, e që ka të bëjë me arsimin jashtë, me arsimin në migracion, qytetarëve tonë. I vetëmi ligj që e kem marrëveshje që e kem miratu me dy qeverit, nuk zbatohet. Momentin që është ardhur partia në pushtet, partia Kurtit, atëherë kanë fillu me refuzu këtë marrëveshje, me pretekstin se qeverit e kaluar ato të mahershme të Abdullah Hotit e Kutadione, e kanë lidhat marrëveshje dhe ne nuk e njohim. Një qeveri që nuk një marrëveshje para prake që janë për interesin e vendit, për interesin e qytetarëve tonë jashtë shteti atje, kanë me qytetarë tonë pa e zhvillu mësimin gjuhën amtare vetëm pse kjo qeveri nuk e njeh atë marrëveshje dhe nuk e ka zbatuar asnjëherë. Ka pas kërkesa në mënyrë s'tam zyrtare, po ka marrë informat, ka pas kërkesa për shtetit e Shqipërisë që kjo marrëveshje të fillojë të zbatohet momentin kur ka qeveria Kurti në pushtet, po kanë refuzuar. Sa përkon me atë paraqitje të flamurit kombëtar edhe me këtë ngjarje që pe tregoj. Ta nuk janë të interesuar për anën kombëtare. Këta janë të interesuar me metën pushtet edhe me vazhdu avazën e vjetër edhe me çdo kusht tentojnë me metën pushtet. Kjo është njëjtën situatë, është njëjtën situatë, sikur që tash pavarësisht që ne gjithë jemi shqiptar, them 95% e popullsisë këtu jemi shqiptar, dhe shteti ami jonë është Shqipëria dhe natyrisht ne jemi rrit, jemi edukuar në frymën e flamurit kuqezi, që është këtë normale, është kombëtare. Mirë, po për brenda institucioneve shtetërore ne kemi simbolit tonë shtetërore, kemi flamurin e shtetit, simbolit shtetëror, dhe kjo nuk guxon të keq përdoret simboli kombëtar, sepse të njëjtën mundësi ti doja jep edhe komuniteteve tjera, cilët mund të përdoret simbolit kombëtare nga origjina e tyre. Këtë rastin konkret njëjtën situatë mund të përdorë flamurin në kuvendin e Republikës së Kosovës vendosit flamuri serb, vendosit flamuri për komunitetet e tjera, për shembull flamuri turk ose flamuri bosnjak. Kështu që kjo loja e flamujve është e konsumuar, sepse ne kemi pa të kaluar dhe nuk për mendimin tim nuk pinuj. Problemi është që a pat mesazhe e flamurit. Për neve i nderuar nuk pinuj si qytetarë që jem të vetëdijshëm, po shumica e qytetarëve po pinuj atje. Problemi është se janë 42% të qytetarëve që kanë votu këtë parti, që do të thotë që është partia më e votuar në vend, që do të thotë që në krahasim gjysma e votuesve, pothuajse gjysma e votuesve që kanë votu, kanë përkrah këtë parti. Dhe gjysma e qytetarëve të Republikës së Kosovës mendojnë që kjo parti është më e mira. Tashi, jemi në situatën ku kjo parti e cila pretendon që mu populli më ka votu, me të drejtë sepse ka marrë votat, por kjo parti ka obligim dhe detyrim ndaj votuesve. Institucional. Detyrim ligjor, institucional, kushtetues, ndaj votuesve, jo vetëm ndaj votuesve 42%, por ndaj gjithëve.
sepse e ka për obligim edhe detyrim të krijoj institucionet. Nëse dështon, është totalisht do të ishte një rast që do të futej në histori, që partia fituese me dështu me kaq përqindje të madhe të votave me kriju institucionet e shtetit. Do të ishte një rast unik. E cilët e kësaj partije politike janë unike. Gasin edhe protestën në Kovende ka sjell ky subjekt politik. Sulmi ndaj personaliteteve kryesorë të shtetit, presidentit, kryeministrit, gjujtja me objekte të forta mbrana Kovendit. Kjo parti politike e ka sjell si praktikë në Kovend. Refuzimi i gjithë shkaje që ka qunë në shtë ndërtim, është ky subjekt politik. Ky subjekt politik nuk ka festu ditën kër është shpall pavarësia e Kosovës, ka qenë kundër. Ka gjetë e ka shpi kauzën për bashkim kombëtar, pikërisht kër është ty ka shpenzu kauza që shteti i Kosovës nuk do të bëhet. Kemi po gjatë gjithë rrugës, për krejt proceset, ka qenë kundër. Tash, e shet gjuhën polarizuese që ka pas sa ka qenë në mandatin qeveritar. Akuza prej ma ndryshmeve që këto do të mi falenderu natë ditë qytetarët Kosovës që është i vëmendshëm, edhe duket se kjo gjenerat që jemi alo gjalla dhe kemi përjetu një katrahur gjatë luftës, e dojna ma shumë shtetin se sa politikanë, edhe nuk kemi ra prej tyne se ka pas mundësi këtu me pas trazira e me shku dhe në luft civile që ka fol kënjeri edhe që ka bo kënjeri. Dhe thot, nëzitjen që kjo e ka pas, me qëfar të drejti morale të del i sulmon një parti opozitare me gjutashme për problemet ose pëngesat që ti ki, ose padionin që ki, ose qëllim në mrapsh që ki ti, vetë del e mërë në vendim, ka pas mandat ma shumë se krejt qeverit që pesi një historia Kosovës, mas lufte e kënenaj, kërkush s'ka pas besim ma shumë se kjo qytetar. Është vetë një qeveri që ka përmbyll mandatin 4 vjeçar. Tash, me gjithat fuqi politike, ke pas mundësi me bo transformim të kësaj shoqënie. Nëse gjithë shka që lidhet me qeverit e kalume, ka qenë shkatrem, ti që ndërtove. E keqe e malë, si qatë shumë e ka propaganda në zhvillum. Qatë luftën hibride që kjo vazhdimisht i akuzën tjertë, kjo pikrisht është vetë prodhusi. E keqe është që përveç një shtresi qytetarëve, që natyrshëm nuk është shumë i lezushëm, nuk bën analizë, i ka halë tjera tjetës edhe nuk meret shumë edhe beson blanko, që dhja madhe këtu është që një pjesë të intelektualve, piqu intelektual në kuptimin që jënë me një nivel akademik ngritun, i ka bind edhe ata që vetë kanë qenë pjesë është të ndërtimit, i ka bind me besu me narracionet që ky shtet u shkatru për 20 vite. Tash është banale, kër e sheti një figur që me gjithat e ka një kontribuat në ndërtim shtetit, pavarësisht në qëfar niveli, qoftë nëse ka marrë pjesë aktive ose ka qenë drejtues në luftë, qoftë nëse ka marrë pjesë në ndërtimin e institucioneve që ka ndodhë për mas luftës e tutje, të thonë që qeverit e kalume kanë shkatru këtë shtetë. Në falë, krejt që kemë është ndërtu për i qeverive të kalume. E që është kryesorja... Dhe ka dalë ka kundërshtu vetën me deklarimin se Kosova ka arrit shumë. Dhe deklarimet e ti që si kryeministra para botës në borë, po deklaron edhe po thot ka arrit Kosova, ka është ndërtu Kosova. Oke, i ka dy qëndrime. Kur fol me jashtë, ka lëzën qysh është. Kur fol me mrana, kjo ndryshe shku në Facebook, për audiencë branshme, ndryshe shku në Twitter, për audiencë të jashtme. Po, problemi që sot kemi ardhur në këta, ambicjet e tina, për të kontrollu gjithë shka, sulmon gjykatën kushtetuese, sulmon sistemin prokurorial, sulmon sistemin gjyqësor, nuk e nje, nuk ka problemi këtina që nuk i din. Sulmon mediat. Hajde mediat që, edhe pse është tendencë autoritare për mishtim kontrole gjithë shka, edhe disa për tyne që i qunë oligarkë, vetë është të financun për tyne për kërgarën për shtet, po, problemi që është me institucionet të drejtësisë, që në shtylla të ndara të pushtetit, që i njeh kushtetuta, që jënë të panvarura, edhe që zgudzën asë mu lajmëru nga tyne. E refuzën ftesat për mu paracitu në prokurori, merë dhe nëmë si kryeministrin dhe tyre për gjykate për mësë paracitje. Në thotë, qëfar mesazh është ka e për njeri? Në thonë, nëse nuk e ka qëllim, që me rënu që sistem të brendshëm të organizimit që e kemna, shteti është procedur. Nuk mund të rënoj. Edhe tendenca e ti po duket qartë. Ky vend
ka duru sa në shumë të mëdhaja dhe pa tjetër që sune bën atë punë, po problemi është që për na shtyn deri në atë shkallë sa eskalimi në incidentet caktuar ka mundësi të vijë. Nuk mundet një njeri që e ka këtë pushtetin me usilën që të formë, e blokon krijimin e institucioneve, ku këtë bota është të vlu edhe nuk di kush pe fuqive të mëdha se çysh mu pozicionu në këtë geopolitikë që është razume, ambasadat i kemi pa staf. Shteti i Kosovës nuk ka qëndrim për asnjë temë në nivel ndërkombëtar. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës si aleatin kryesor që na ka ndihmuar me u bë shtet edhe që na ka ndihmuar me u ndërtu si shtet. Ti ki 2-3 vjet atje në ambasadë që as shofer veturës nuk kanë, e jo më përfaqësim atu ku merren vendimet për nivelin global. Edhe gjithçka të na shihet si e mirëqen për kësaj qeverie, edhe nuk lën mundësi pa akuzu opozitën. Çështja për më kthye edhe një herë më përmbyll, të mos dhënia e betimit ose bllokimi i procesit në Kuvend është çaq banale sa nuk do koment. Është përfat qëllimin e tij me blloku proces. Nëse këtë thot, unë e kom njoftu atëherë kryetarën e Kuvendit se ne kemi përfunduar mandatin 4 vjeçar dhe llogaritmi sipas ligjit për qeverinë që jemi në ndërheqje. Atëherë ku është problemi i plotësimit një formulari që e konfirmon ndërheqjen edhe individualisht. Ka qenë edhe obligativ. Ka mujtë edhe një për para në procedurës, se duhet me hezituar atë punë. Ti apo thujem ndërheqje, po. Ku problemi me nënshkruar një letër me thonë që jam ndërheqje, jepja komisionit, mbyllë atë proces edhe hezitutje. Domethënë, nëse nuk ka dëshira me blloku procesin, është çaq lehtë me zhblloku e që është në dorën e tina. Tash, fakti pse partitë opozitare kanë refuzuar me bë këtë veprim që me votu atë raport, është, unë mendoj, praktikisht, ndoshta kish mujt me u gjetë një zgjidhje tjetër për faktin që kur jap betimin si deputet, ish dashur më nënkuptu që nuk mundesh mi pas edhe deputet edhe ekzekutiv edhe më kon si çështje e mbyllna e punë. Mendoj që edhe opozita nuk janë të gatshëm për me marrë qeverisjen. Opozita më që nuk po don me unë nënçmu ose me lon me u trajtu pavarësisht gjitha partitë, unë nuk du të fajsoj vetëm njërin, gjitha partitë, sepse çfarë foj ka opozita? Opozita është shumë e vetëdijshme që vakumi krijon probleme. Kush ka përgjegjësi me zgjedh? Problemin shumica. Përgjegjësinë ka shumica. Problemi është që në demokraci do tulet është obligim edhe moral, edhe profesional, edhe etik që tulen gjejnë zgjedhjen. Po s'është interesuar marrë me zgjedhje, ç'është problemi? Interesimi tulet kryeministit në kurrë, cilën prej opozitës. Ashtu ne thash marrë para përgjegjësia kryesore i takon vetëm tregom me cilën kish me pas mundësi më ula dhe me bisedu. Dhe tani sa është serioze partia që ka fitu zgjedhjet, është çështje tjetër, po shifet. Thonë nuk është interesuar që të vazhdoj tutje. Nga ana tjetër, a janë të interesuar opozita? Unë dje nuk parë që opozita ka ndonjë interes. Po ashtu. Çfarë mund me bë opozita dje? Opozita mundet me bë, dëgjoj, janë shumë kundërligjshëm? Jo, a kundërligjshëm. Tash janë dje kanë vepruar shumë mirë, sepse procesi i dorëzimit të mandatit, respektivisht pranimit të mandatit, ose ajo hapi i parë që është bërë, ka qenë në kundërshtim me kërkesat që ne ka bërë qeveria, respektivisht partia vetëvendosje, dje ka qenë në kundërshtim me ligjin. Nuk kaloj. Rregulloria e Kuvendit jep 48 orë prapë të mblidhet, sërish të mblidhet konstituimi. Do të thotë sërish do të jemi në pikën zero. Tashi, mandatet e dorëheqit janë dorëzuar. Jo. Është dorëzuar një letër që një interpretim edhe ajo thotë që i drejtohet Kuvendit dhe thotë që ne sikur kemi deklaruar në përfundim të mandatit 4 vjeçar, qeveria është në dorëheqje për shkak që kemi bu 4 vjet. Po, një problem tjetër është mandati i qeverisë përfundon edhe fillon në Kuvend. Tash, fakti që kjo pjesë po i kurrën më të zgjedhjet edhe deri te konstituimi i Kuvendit, qeveria është në detyrë, nuk përfundon me datë kalendarike 4 vjet si i bone. 4 vjet është mandati. Ka marrë mandatin Kuvend, përfundon Kuvend. A është dokument zyrtar njoftimi që ne kemi dhënë dorëheqje. Po. Me kaq mjafton. Jo. Jo, është procedura. Është akt formal, është dorëheqje, është formular i veçantë Dhe tash nuk e kanë respektuar. Njëjtin natyrisht, njëjtin do duaj, jam dakord me këtë, do duaj
sepse nuk mund vazhdojnë në përjetësi kjo kundërshtimi i plotësimit të administrativ të formularit, cilën duhet të dorëzonin dorëheqjen. Pa dhe ata janë ka që të menë që është me ditë që veç me një formular Ne mund të bëjmë interpretimet të llojeve të ndryshme, por që hapi është ndërmarrë. Tashi, kryenesia mund të jetë që ne e kemi dorëzuar. Është obligim i nderuar ligjor. Dakord, jam shumë dakord me këtë çështje. Por problemi është që duhet vazhdohet më tutje të konstituohet kuvendi. Po pa i kry hapat formal nuk mund. Hapat formal duhet kryen dhe duhet kryen hapat formal. Blokad për këta hapa është zoti Kurti. S'ka tjetër. Nuk pritet mirë kuptim prej opozitës për një banalitet që përkon opozita. Jam shumë dakord. Bani një përshkrim prej shumë dakord me këtë. Partisë në pushtet. Me dhunë ka ardhur në pushtet. Me kauzat rreshme. Ka ardhur duke mos i respektuar institucionet, duke i sulmu. E di sa sulmi i ka bë kryeministëve të caktuar. Saqë edhe në shtëpitë e tyre private si ka lënë rehat. Ne mos flasim brenda institucionit ose rrugës deri ka shku në institucion. Që kjo narrativa që është kriju prej partisë në pushtet, është shumë e rrezikshme për vendin. Vetë fakti që e bisedum, vendoset një flamur atje, ku i pishet më patriotizëm? Ku jetu i shit patriotizëm si kryeministër? I ke bllokuar institucionet masat flamurën atë. Kur ata që ishin mund më shujt edhe baballarët në ndërtimit të shtetit. Absolution. Ata e kanë dhënë kontributin e vet që në këtë shoqëni gjitha minoritetet me qenë barabartë, edhe kemë dhënë aq shumë për minoritete. Aq shumë kemë dhënë energji, aq shumë kemë nxjerr legjislacion, saqë mu respektu minoritetet edhe janë kategori kushtetuese. Këtu del me një flamur, atje kërkon vota përmes telefonave nga lista serbe. Që kjo narrativ edhe që këto sjelljet partisë në pushtet, duke mos i respektu institucionet, duke i sulmu vazhdimisht, po që besa dhe duke sulmu dhe opozitën, çfarë fajtori është opozita, ose partitë opozitare, pse dështoj djenë kuvend. Ata... Edhe për korrekciken dytë, edhe LDK, edhe PDK, ata kanë kërku vetëm procesohet gjithçka sipas legjislacionit. E ke marrë mandatin e deputetit, vazhdo me mandatën e deputetit, ose vazhdo me mandatën e ministrit, po duhesh me pas formularin, edhe duhesh me dhënë dorëheqjen atje ku kërkohet. Hipotetikisht le të themi. Del kryeministri edhe t'jap shpjegime analogjike atje me një vendim të vetin, ose me një dorëheqje të vetin, që tregon shumë qartë se tenton me çdo kusht me ik përgjegjësisë kushtetuese, e që ka bë shkelje atje kushtetuese, edhe shkelje ligjore. Deri kur ne do të mi toleru politikan t'il, me shfrytëzu, me sulmu institucionin, me sulmu opozitën, me sulmu gjithë ata që janë në kundërshtim me mendimin e tij, deri kur do të mi leju. Na duhet edhe si qytetar, po edhe si profesionist. Është për keqardhje për mua si avokat edhe si njës e legjislacionit i rrethonave në vend, sigurisë e drejtësisë. Është për keqardhje se çka ka vepruar kjo qeveri edhe ky kryeminist. Pikërisht këtu deshta të ndalem hipotetikisht nëse më lejon. Mund të them me bindje të plotë se kjo qeveri me shumë oponent saj, me shumë ministra, me shumë strukturë që ka, jam i bindur se edhe ka njohuri të mangëta për legjislacionin. Ka dalë ministri i financave edhe akuzon një prej organeve të lira përmbaruesin privat. Thot kanë marrë mjete prej thesarit. Por marrë zotni, a je informuar si ministër që obligimet ligjore që ki prej aktgjykimeve plot fuqishme e ki obligim me krejt ato organizatat buxhetore me zbatu, e jo me kriju një procedur shtes, e kënë se tash, realisht, unë jam i bindu si ministri nuk i din këto gjana, nuk i ka ditë, qysh në fillim. Nuk i kanë ditë shumë procese, procedura ligjore, e ndoshta edhe kjo është prej kryeministit që nuk ka pas njohuri. Pa pyet dikon, pa edhe disa deklarata me njëherë në hollin e kuvendit,
Pra, Alpolina Agjiu doli edhe e dha ato verdiktet e veta saj për këtë ngjarjeve që ndodhen brenda kuvend, në farë mënyre shfaqësim të situatës të krijuar nga vetë ata, pra. Për mu çdo lloj deklarate e dhënë nuk ka kur asnjë kuptim. Apo mundohen me i përdor mediat që më u shfaqësu te populli me thënë jo na jena të pafajshëm veç se këta e bënën. Nuk e besoj që qytetarët e Republikës së Kosovës janë aq naiv sa që të mos e kuptojnë gjendjen, situatën në cilën jemi. Mirë, po kemi disa prej tyre që verbrisht i beson çdo deklarate që jepet nga vetëvendosja. Jo, mund të them që militant mund ta besojnë verbrisht ata, mirë, po nuk pavarësisht kushdo që u deklaru dje, unë e shoh për një këndi tjetër. Unë e kërkoj përgjegjësi nga gjithë ata. As nuk më intereson mu deklarata politike cilën e jep vetëvendosje, LDK, PDK, AK. Është i shprehur në gjuhën angleze. I don't care. Mu më intereson që votën cilën e kanë marrë këto parti politike për të krijuar institucionet ta bëjnë këtë punë. Deklaratat, ato janë konsum ditor politik me cilën nuk janë politik, kanë edhe nuk di të interpretoj. Por mu nuk më intereson që a thonë. Mu më intereson që e para, si qytetare, e dyta, po flasë për këtë vështrimit si jurist që kushtetuta është alfa dhe omega e këtij vendi. Dhe mu më intereson që ato që ka praktika gjyqësore dhe ato vendime, interpretime, cilat i ka dhënë gjykata kushtetuese, duhet të respektohen nga kushdo qoftë. Qoftë nga vetëvendosja, qoftë nga opozita, nga kushdo qoftë. Lojrat politike për konsum politik, pa ato asë që më interesojnë. Mu më intereson fakti që ne nuk guxojmë të jemi në një situatë ku nuk kemi institucione. Kjo është e rrezikshme, kjo e cënon rendin kushtetues edhe shtetin, funksionimin e shtetit të këtij vendi. Ky është mesazhi i cilit qytetarët, ky është mesazhi i cilit ata deputet cilët kanë marrë besimin e votës së qytetarëve ta kenë kokë. Inatet politike, luftën politike le ta bëjnë kuvend. Ata duhet nuk guxojnë në asnjë moment ta sjellin vendin në një krizë të tillë ku shteti mos jetë funksional. Nuk e kemi ne komoditetin as politik, as ekonomik, as ushtarak, që të krijojmë krizat të tilla të mos funksionimit të institucioneve kyçe të vendit. Zotja Shari, e kemi pa edhe kërkesat e minoriteteve, pra Karshi, kryeministrit në detyrë tashmë, ku tha u kërku edhe një komunë bosnjake nga Dudevalaj. A kanë luksin, o kemi kriju luksin minoriteteve që gjithë shka që atojnë ata ne mja u bëa mini një farmyre vetëm mos bëjmë koalicion me këto partit të opozitare shqiptare në vend. Jo, në rand parë kërkesa për themelimin një komune është gabim. Është e palogjikshme, nuk duhet ndodhë. Themelimi i njësive administrative, i komunave duhet bëhet në bazë në disa parakushteve që janë të tashmë të shkruara, më thonë ligjin për vetëqeverisin lokale. Një komunë duhet të ketë vetëqëndrueshmëri për me pas mundësi me qenë komunë. Ndarja administrative territoriale janë kriteret cila duhet plotësohen për me mujtë me rri kushtin që me qenë si komunë. Është vërtet që në Kosovë ka komuna që nuk i plotësojnë asnjërin prej kërkesave të nevojshme që duhet me i pas një komunë për me mujtë me qenë komunë. Por, kanë ardhur në një situatë të jashtëzakonshme. Kanë ardhur me pakun e atisarit si kompromis i madh edhe i dhimshëm për me hapë rrugë shpalljes pavarësisë Kosovës. Do të thotë, në atë kohë, hezitimi ndërkombëtar ka qenë për rrezikun që i ka nosit pakicës sërbe me theks veçantë për shkak të historikut tafër që ishte lufta dhe krimet që Serbia ka bërë. A jemi në të njëjtën situatë që të kërkua ata? Jo, absolut jo. Tash, komunat që janë themelu, edhe që janë me shumicë sërbe, që edhe kjo është temë diskriminuese, nuk është dashur me shumicë kësaj është dashur me qenë ose komunë që jep shërbimin për shtetar ose jo, po sido që të jetë i kemi ardhur. Kërkesa tash që themelohet një komunë për komunitetin bosnjak, domethënë është e palogjikshme. Nuk mund të merret analogji që ka ndodhur më herët për shkak se rrethanat kanë qenë tilla gjatë krijimit të shtetit, por
pse ndodhen këto kërkesa maksimaliste janë për faktin që prap vim të zoti Kurti. Gjuha e ashpër, konfliktuoze, ofenduese ndaj subjekteve tjera politike, ja ka pa mundësua atina me pas aleat nga partitë shqiptare. Tash, kur tim varësh prej një vote me votë qeveri nëse mës me bo, o logjikshme nëse ti po lyp me u bo kryeministër me votë tem, pse unë mës me lyp diçka shumë. Mos im varësh prej votës tem. Nuk është dasht me u pa në këtë kuptimin transakcional, si tregti e sapi ke punë, si pazar. Disa mesazhe të dy balës. Nëse ti ke pru punën dërin qatë shkallë, qa po pret për palës tjetër që i pja kërkon votën. E para. E dyta, disa prej përfaqësuesve të komuniteteve. Zoti Kurti ka privilegju edhe i ka pas ndërtu yje në qeverisën 4 vjeçare. E ki rastin e Elbert Krasniqit. Ma shumë ka najt taj në media edhe i fokusuar për shkak se si minister që i lete me çështjen me veriun, a edhe Xhelal Sfeshla ke pas të kohën. Nëse i ke dhënë gjithat privilegje Elbert Krasniqit, si pjesëtar prej komuniteteve Pakic, pse tash këtë rast dude bale mos me kërku edhe aja sot më bu minister, ose një privilegj tjetër. Nëse po pas ke mundësi me i dalu... Se dhe një ministri për ta. Si kompromis që mësë me marë komunën, po me marë një post ministri, pas ta ju dhe nuk të tjerë, më thonë, është përkeqardhje që në rënd parë, zoti Kurti nuk ka leju hapësirë që me pas alat në mesin e partive shqiptare. Sepse është normale me fitu një subjekt politik, është normale mu ngrit pak tensione gjatë fushatës, pse jo edhe na i fjalë që si në kushte normale nuk thuhet, me u thonë gjatë fushatës, po qka, përfundoj dita e zgjedhjeve, u morë rezultati, deli uron qytetarët, i premton që si kryeministër kemi qeni barabartë për gjithë, që shë obligon edhe kushtetuta edhe mandati i kryeministrit, edhe i hapon për aleanca nëse duhen numrat, nëse nuk duhen e bon vetë, që shë ka bo herën e parë. Po kjo nuk ndodhe dhe rrjedhimisht ne kemi arë në atë pozitë që përfaqësuesi i komunitetit e Ashkali lyp ministri, përfaqësuesi i komunitetit turk, njone prej fraksioneve lyp ministri, a tjetër lyp me kon zëvendës kryeministër, a tjetër me kon prap ministër, edhe kemi arë në qatë situatë sa tash ata të lyp shumë, kanë met edhe pamë që nuk gjysa e ma shumë për tyne nuk vëtun në ditën e djeshme kur ishte seanca e Kovendit. Po, nuk pati një dakordim si që duhet në mes tyre për ndarjen e pushteteve? Nuk pati se ajo që kanë rridh komunikimet janë që zoti Kurti gjithve ju ka thonë që po. Ke lyp minister po, këshyrëm, në fond e kanë marrë vesh edhe ata këtu jetojnë, flasë nër veti, që gjithve ju ka premtu gjone njëjtë, edhe në fund ditës e kanë pas që jënë të mashtru. Edhe nëse kryeministri Kurti mashtron për shumë sana, pse nuk e mashtron edhe një alat vjetin. Po aja që kanë bërë një përshtypje, sot ishtë një postimin njënit për kryetarëve të degve të Nismas, që thot që po ka marrëveshje, është koha mi ju të regu shtetarëve që Nisma ka marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje, edhe është dakurdu vetëm për postën e kryetarit Kovendit. Dhe më thonë, jo ministri tjera, po vetëm postën e kryetarit Kovendit. A i besoni juve këti vetëm postit të kryetarit të Kovendit, mës me pasë edhe diçka tjetër mrapa? Po ti mjaftonin votat vetëm të Nismës, ndoshta kish pas mundësi me nxjerr pazar më të mirë. Po i thon pazar qëllimisht për shkak që pikërisht pazar po buhet. Po flet që do të jetë kryetari i Kovendit të Kosovës. Është fol sot një kryetar një degë të Nismas ka bën një postim publik ku thotë që është koha me ju tregu shtetarëve që ke marrëveshje me Nismën, edhe që jemi dakordu, zotë Lima është dakordu që me pas postën e kryetarit Kovendit, do thotë pa ministri. Në kushte normale, me 3 deputet, nuk mund është me marrë edhe kryetarin e Kovendit, edhe me marrë gjysën e qeverisë, për shkak që si ki 3 vota. Kjo marrët me pazarit, A ju duket se ka djek një farë mënyre zotrin Glauko Njusa, apo po e runë për Prishtinën ashtu si që po flitet? Nuk isha thonë që ka djek. Bënë çështje politike brenda cilat mund të kenë se gjitha parti, prapë se prapë më falë. S'ka rëndësi kush është kryetari i Kovendit për momentin, sepse ne jemi në situatë që edhe kjo qeveri mund të jetë them kështu e përkohshme, sepse jemi në situatën tash pyetja është që a ka negociata për një qeveri qëndrueshme me mandat 4 vjeçar apo për një qeveri
me mandat, po thuj se jo tamam një vjeçar, për shkak se vitin e ardhshëm ne shkadon mandati i presidentes, dhe du të kemi presidentin, zgjedhjen e presidentit ose vazhdimin e mandatit e presidentes aktuale. Kështu që nëse nuk ka një marrëveshje që të kemi një president, atëherë cila do parti qofta ajo cila i formon institucionet, është një qeveri e cila mund të jetë një mandat një vjeçar. Zgjedhja në këtë situatë, në këtë gërç, zgjedhja më e mirë e mundshme, përderisa nuk ka asnjë dakordim qoftë nga pozita, qoftë nga opozita, është krijohet një qeveri teknike, krijohet institucionet, vazhdohet kjo qeveri deri në kohën kur duhet të zgjidhej presidenti i vendit, kur i skadon mandati dhe të shkohet në zgjedhje, dhe atëherë të kemi një situatë ku duhet të konstitueshin të gjitha institucionet, duke ditur që kemi përpara shumë çështje të rëndësishme të vendit që duhet kryer nga qeveritë që vinë. Natyrisht, qeveria teknike nënkupton gjitha partitë janë pjesë e kësaj qeveri. Do të thotë barën e përgjegjësisë ta marrin gjitha partitë të qeverisjes së vendit, pa dallim pozitë opozit, kjo gjitha partitë. Nëse asnjëra apo tjetra nuk kanë asnjë mundësi që të krijojnë qeverinë, atëherë në një situatë të tillë do duhet të krijojë një qeveri teknike për një mandat deri kur të kemi zgjedhjet tjera dhe të përgatitemi për zgjedhjet komplet duke fillu krijimin e institucioneve të reja, kuvendit të ri, votimin zgjedhjen e presidentit apo presidentes, qeverisë, gjitha. Të ndërruar di që do të kishim edhe shumë për të diskutuar, duke ditur dinamikën e politikës së vendit, e cila po ndodhi jashtëzakonisht me të madhe. Ju falenderoj shumë që gjetët kohë që jeni pjesë e Infodezës të shpalosësh të gjitha ato çështje të rëndësishme për vendin. Faleminderit shumë. Faleminderit. E të ndëruar shikues, kaq kishim për këtë emision, deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.